Edhe një super garë në shpit Red Bullit, po pa Red Bullin. Kualifikimet I ka shashtris Norrisi me 50 para venit dytë. Starti garës ke kogja interesant ku arriti Piastri me kalu. Kthesën e parë e Antonelli ka harru mi balancu frenat ku I qepon Verstappen edhe fluturojnë dytë pej garës. Verstappen reagojnë këtë rast shumë qetë ndaj Antonellit, Fucking idiots. se edhe fort pidon këta tri. Edhe Bortoletos në Q3 I ka vonë me qëllim slipstream. Just give me toll. He's the best. Me fjalë tjera, Verstappen edhe Red Bulli mas këtij vikendi I kanë shu dur për këtë sezon, tu e pa që edhe prej Tsunodës s'ka kur gjë. Norrisi me Piastrin e kanë pasi betejë kogja të gata dhe interesant. Këta dy kur po garojnë për pozitë definitiv po bojnë shumë shkollski. Po tani për një moment vogël gati me prish ketë me fluturu dytë jashtë. Si Norrisi në kanal, qashtu edhe Piastri për paku kon të erok me bo punën. Scheiße! Ferrari në këtë weekend u kon manon veç komunikimi hala katastrofal. Knej po është interesant mingu qysh po përlan, po knej u bo bajat bashkësi në qelë. I don't want to stop. 20 laps left. Për në fund e kena pas edhe një super duel me Gjyshit edhe Nipit. Gjyshi me nip, si lisi me pip. Lisi rëzohet, pipi qohet. Alonso për ndryshe është menaxheri Bortoletos edhe e kanë bo një super duel ku nuk lishin as McLaren o vet me kalu. Me kalu nuk mujti as Bortoleto Alonson edhe përfundojnë vend 8 a mu votu si shoferi javës. Norrisi vend parë me një rikthim sensacional mas katastrofës në kanal, Piastri vend 2, Leclerc edhe Hamiltonin 3 dhe 4. Hajde tash komente cilë u kon për juve shoferi I javës.